Uji në Gostivar ende nuk është i sigurt për pije dhe përdorim, pasi përmban një bakter që është i rrezikshëm për shëndetin e njerëzve. Këtë e deklaroi sot Stojanče Angelov, drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, në përgjigje të pyetjes se çfarë bakteri është gjetur në ujin e Gostivarit. Është konstatuar prania e Pseudomonas aeruginosa në ujin e pishëm. Këto bakteri e bëjnë ujin mikrobiologjikisht të papërshtatshëm dhe të pasigurt për konsum, pasi janë të rrezikshëm për shëndetin, veçanërisht për njerëzit me imunitet të dobët. Ato shkaktojnë infeksione të lëkurës, syve dhe veshjve. Mund të shkaktojnë edhe infeksione të traktit urinar dhe të mushkërive të personat e ndjeshëm. Kanë rezistencë të lartë ndaj shumë ilaçeve dhe antibiotikave të zakonshëm. Ndërkohë, sot janë angazhuar 3 cisterna me ujë të pishëm dhe ujë teknik për nevojat e Gostivarit. Njëra është nga njësia teritoriale e zjarfikësve në Gostivar, një nga Bektel dhe Enka dhe një nga Bogovina. Deri tani, ato ujë janë dërguar qytetarëve nga 2 herë secila, ndërsa planifikohet që deri në mbrëmje të dërgohen edhe 2 furnizime të tjera me nga 2 turne furnizimi. Shpërndarja po bëhet në koordinim të ngushtë me shtabin komunal për mbrojtje dhe shpëtim të komunës së Gostivarit, shtoi Angelov.